është ndryshe nga ajo që po thotë zoti Suma, sepse dihet botërisht, dihet hapur që ka një marrëveshje me vetëvendosjen dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Jo vetëm këta subjekte, por do të kem votat mjaftueshme edhe nga subjekti i PDK-s, të cilët kanë shpreh pakënaqësi me punën e deritanishme të kandidatit për kryetar të PDK-s. Gjithmonë kam qenë kandidat i Partisë Demokratike Dega në Antelezit, ndërsa të tjerat nuk kanë paraqitur ndonjë kandidaturë përveç zgjedhjeve të kaluara. Tani është më e qartë se kundër kandidati zoti Suma ka një mbështetje zyrtare, nëse mund të themi koalicion me AK-n dhe vetëvendosjen, ndërsa ne jemi vetëm në kuadër të Partisë Demokratike në mbështetje të gjithë qytetarëve të Antelezit. LDK-ja s'është me ty, Pahiri? Jo, ata mund të më votojnë në elektoratin gjitha partive, por nuk kam asnjë marrëveshje me ta. Asnjë marrëveshje. A je mundu me bo marrëveshje? A janë mundu ata? Jo, nuk kemi diçka të tillë. Edhe s'kanë qitë kandidat. Rufki? Si gjithherë, edhe kësaj ere, unë kam kandiduar si kandidat i pavarur. Është çështje e partive politike që nuk kanë kandiduar, megjithatë kemi mbështetje, domethënë jo koalicion të shkruar, por kemi mbështetje që janë deklaruar publikisht si Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje. Mirë po, zakonisht unë në mandatet e kaluara, edhe pse nuk kam pasur koalicione paraprake, megjithatë gjithmonë jam munduar që qeverisjen ta bëjnë në bashkëpunim ose bashkëqeverisje me të gjitha subjektet politike të cilat janë të interesuara për bashkëqeverisje, për shkak se ne nuk kemi kandidat për këshilltar komunal. Rufki, a mundesh me na tregu për shkak të transparencës, votues dojnë me ditë, me çfarë kushte po të mbështet vetëvendosja? Nuk ka kurfar kushte. A drejtori? Jo, nuk ka, por megjithatë është rregull që zakonisht partitë mbështetëse në momentin kur formojmë qeverisjen komunale, japim përparësi ose prioritet në zgjedhjen e ndonjë posti që është më i lartë. Mirë, a ka vetëvendosja, AK-ja, LDK-ja listë asamblesë për këshilltarët vet? Po, secila parti ka listë asamblesë. Mirë. Qysh e keni ju marrëveshjen? Po thuash zakon, na tregoni për këtë zakon apo princip, sa drejtori merr AK-ja, sa vetëvendosja? Nuk ka ndonjë kriter, për shkak se varet krejt se cilat parti dhe sa parti hyjnë në bashkëqeverisje. Ne domethënë nuk kemi vijat kuqe me asnjë parti politike, mirë po në të kaluarën zakonisht kemi pas mbështetjen, edhe pse ndoshta me kandidatë të tyre, por zakonisht në kohë të balotazhit ato kanë dhënë mbështetje sikur tani që jemi. Mirë po partive që janë mbështetëse thash që varet krejt për numrit këshilltarëve, për shkak se nëse themi që do të bëhet qeverisja me Aleancën dhe vetëvendosjen dhe ka numër të mjaftueshëm, atëherë mund të bashkëqeverisë me këta dy subjekte. Mirë po, asnjëherë nuk kemi pasur në vijat kuqe as me LDK-n, as me PDK-n, por krejt varet qëndrimi i subjekteve tjera politike. Edhe po du me sqaru, si kandidati pavarur, ju s'keni listë asamblistave. Mirë, Mehmet? Në fakt e vërteta është ndryshe nga ajo që po thotë zoti Suma, sepse dihet botërisht, dihet hapur që ka një marrëveshje me vetëvendosjen dhe Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Ta kanë biseduar, janë takuar, i kanë koordinuar dhe ne jemi vend i vogël, Antelezit është qytet e vogël për t'i kuptuar të gjitha ato marrëveshje të cilat i ka zoti Suma. Qa po thuti sot drejtori janë marrë vesh me adhon janë folë shumë atje, se diku dalin ja 30 ose 40 drejtori, sepse premtimet janë dhënë të këtyre dy partive, kështu numër mund të jetë edhe më i madh, po megjithatë dihet botërisht, dihet publikisht se ka një marrëveshje për të bashkëqeverisur. Mirë, për bashkëqeveri nuk e mohoj as Rufkiu që ka marrëveshje. Po, sigurisht. Jo, e mohoj, po në fakt nuk e tregoj që ka një edhe takime që i ka ndodhur zotit Suma me subjekte tjera, po dhe ajo që gjithandej përflitet se ka ndodhur edhe drejtorit, ka premtuar edhe drejtorive ose vendet të tjera. Koha juaj? Unë përmendet që nuk kemi ndonjë marrëveshje, por zakonisht në bashkëqeverisje i ofrojmë parti që na mbështesin, që edhe publikisht i falenderojmë të gjithë ata që na mbështesin. Jo vetëm këta subjekte, por do të kem votat mjaftueshme edhe nga subjekti i PDK-s, të cilët kanë shpreh pakënaqësi me punën e deritanishme të kandidatit për kryetar të PDK-s, dhe me siguri se do të kem shumë votues edhe nga PDK-ja, edhe nga LDK-ja, por nga subjekte tjera.
pavarësisht që nuk kemi marrëveshje, përmendna merret që ne në bashkëqeverisë do t'i ofrojmë për shkak se nuk kemi qytetar. Ki koalicion me najkon të PDK-s? Jo, nuk kemi koalicion me asgjë, mi po e dimi çndrimin e qytetarëve për shkak se ka zhgënjim. Pikërisht ata që më shumë ti kanë kërkuar që ne dalmi si kandidat i pavarur kanë qenë ish militantat e PDK-s, të cilët janë zhgënjur, janë të pakënaqur me punën dhe aktivitetet e qeverisë aktuale dhe ato kanë kërkuar që ne të kandidojmë.